Një ndërhyrje rrallë urgjente neurokirurgjikale e para këtij lloji në historinë e Spitalit Renal në Shqipëri është realizuar me sukses në Spitalin e Shkodrës. Një paciente 37 vjeçare e cila kishte humbur pothuajse plotësisht aftësinë për të lëvizur këmbët ka rikuperuar funksionet neurologjike pas ndërhyrjes së kryer nga neurokirurgu Jürgen Kinkam. Ndërhyrja rezultoi suksesshme dhe pastaj pacienti ka rikuperuar ndjeshëm lëvizshmërinë duke rifituar funksionet normale të këmbëve. Bëhet fjalë për një hernie diskale, e cila ishte ndryshe nga herët e tjera sepse një hernie masive kishte shtyp medulën spinal apo palcen, duke dhënë paralizë të dy këmbëve dhe vështirësi në urinim. Përveç kësaj kishte edhe mpirje të zonës përreth, e cila shkonte për një sindrom urgjente që quhet sindrom kaudal. Për këtë u realizua një ndërhyrje ku u heq ajo hernie masive që shtypte medulën, pra palcen spinale, duke pas përmirësime të dukshme ditën e parë mas operacionit. Për këto lloj ndërhyrjesh në kolon janë kushtet për të realizuar këto lloj interventesh. Është hera parë në Spitalin Rajonal Shkodër dhe hera parë në historinë e spitaleve rajonale ku realizohen operacione neurokirurgjikale pas qendrës spitalore të Nën Terezës dhe Spitalit Universitar të Tiranës. Gjendja e pacientes ishte shumë e mirë, pra kishte i përmirësim të dukshëm, nisi aktivizimi që ditën e parë mas operacionit dhe ditën e 10 pak a shumë për të heqë shpejnat, siç e thojmë ne, erdhi me këmbët e veta. Ky është një rezultat i rëndësishëm për mjekët e Spitalit Renal të Shkodrës, ku pavarësisht kushteve dhe sfidave të cilët përballen, po realizohen ndërhyrje të specializuara dhe komplekse.